Stude! O konkuatet e vogla të emisioni qathu. Bravo. O zoti më lumë emisioni qathu që ju ka. Shu lumë për mu e lumë për ti. Qa ke ngërën mirë? Jo, thjeshtë po mendoj, duke menduar... Për Beqjen? Për Beqjen? Për Beqjen. Sa i madh që qënë nga si minister. Është i gjatë dhe i madh. Ndiqeni pak brenda spitalit universitar Nën Tereza. Universitar spitalore Nën Tereza. Është shtruar një paciente në godinën numër 1. Dhe duhet bëj një skaner që është në godinën numër 5. Jo 5, 15. 5 me që të nga kuptojnë. Por nga një që ke 5 është goxha rrugë. Po. Normalisht, shpitali duhet ofroj një ambulancë, duhet ofroj diçka që... Edhe ta ka ofruar ambulancë. Bravo, dhe një mjek, një infermiere prezente tjetër. Staf. E di kush është stafi? Kush është stafi? Familjarët. Daja dhe nipi. Familjarët. Nuk e di është një burr, më dhe një djalë edhe një grua. Vjera, më fal. Është. Po jam po Beqa, po s'të thash gjë më burr. I gjatë thash edhe i madh. I gjatë me pak urris, i hodh i gjatë me pak urris të dalë. Sa fiksi magjia në bërë këto rilinda si skuqet si përmendim. Okej. Ndiqje pak më vëmendje. Në mes të spitalit ke shtyn atë karrocën me rrota, domethënë një krevat portativ me rrota, majnë rrallë makina se do dali makina që dali edhe kjo, që shkojnë ke spitali përballë. S'ka ambulancë, nuk erdhi ambulanca. Po që do më dha je rrethuar brenda korpusit spitalor. Po bravo, je rrethuar. Po çfarë do tani? Ambulancë? Do të ta jap një kështu mbrapsha po? Çe do ambulancë një? Ndiqje pak, ndiqje që ta kuptosh, ndiqje. Më falë, mund t'ju pyesim ku po çoni të sëmurën? Këtu ke për të bërë skaner. Nuk ishte ambulancë? Jo, e lajmërume nuk erdhi. Jo. Po infermier ose stafi mjekësor që... Infermieri po vjen. Sa herë i është dashur që të vini këtu për skaner? Kjo është hera 2 që vim për skaner, edhe 2 herë kemi çuar me barrel, edhe aty ke urgjenca dhe aty po me barrel, po aty është afër, po këtu që është çik më larg. Ndërsa kur e njoftojmë ambulancën, aty ke pavioni jonë, jo është e zënë, jo nuk vjen ka punë, që është në gjendje shumë të keqe, që nuk lëviz dot, as në karrocë nuk ecën as. Në cilin pavion e keni shtruar këtu tek? Tek hematologjia kemi në Terezën katërt. Nga se vuan? Me hepatitin Hodgkin, ka rreth 4 vjet që është e smurë dhe kemi 4 muaj që është në spital. Edhe s'ka ambulancën. Po në çfarë mënyrë e kërkuat ambulancës? Kontaktuat me doktorin, me infermierën? Po, nëpërmjet infermierave. Edhe thonë që nuk ka ambulancë. Si doni thotë çojnë edhe kemi gjetur mënyrën e sillim me barrelë, ç'a do bëj. Ja se ç'detyrohet të bëj Vjera, të shty nusen me barrel. Më fal. E pse ankohesh ti për Beqjen? Pse ankohesh? Ato bumet e rrugës ti ka bërë buta që të kaloj barrela sipër? Po. Rrugët e gjera ti ka bërë që të kaloj barrela bashkë me makinat? Të ka vënë barrelën në dispozicion me 2 anë të shtyhet edhe para dhe mrapa? Pse ankohesh për Beqjen? Qa do tani? Ka shka ambulancë ti? Të bëj ambulanca 10 manovra për çu një barrel. A ka lënë familjarë që të shtyn barrele se mund të thoshe familjarë të rinë jashtë? Sigurisht. A ishte familjarin pish diellit edhe s'kishte ftohtë? Bravo. Pra, ju e pat vetë. 3 çareku shqiptarëve atyre që na ndjekin kanë provu spitalet jashtë shtetit. Një rast urgjenca, një të afërm, ku diu një të tretë, kupton? Në cilin spital të botës, megjithëse botës shumë, po në Maqedoni, në Malzi, në Greqi, në cilin spital ndodh që ta morësh u ta transportosh gjithësore me barrela. Në fshatrat e Bolivis. Është ashtu. Jo, në fshatrat e, si e theti, thuhet me rroke. Me rroke. Bolivisë. Jo. Bolivisë. Jo. Bol? I visë. Bravo, pa. Qarë do qytetari që janë kohë? Ta ka dhënë mundësi të bësh 4 herë një javë skaner t'il? Po. Shko Robi nuk bët obesione sa njëri. Bravo, bukur. Është fiber kompensat tjetër. Yes, mos zjatëmi më. Po i dil të shpirti. Të rezonanca. Qatë bote më i shkreti, qatë bote. Lërgoj që Ministri i Shëndetësisë dele flet për reforma në shëndetësi, për mjekësinë e tij në mënyrë ekzemplare. Ja ka kalu dhe nart noga ja ka kalu. Një këshill.
mos përdorni fjalën digitalizim edhe 10 vjet. Po. Automotivizim. Do të thonë thjesht të bëhemi me mjete, jo digital. Mjete. Kemi. Me karburator, distributor, po të vjetra, po mjete. Mjete, bukur. Jo digital. Bukur. Ne sonde do ta mbyllim me kaq sepse siç u thash pas pak do të jetë pasqyrë elektorale ku do të jetë një sondazh nga Euromedia Research me qendër në Milano, një nga kompanitë nga më të mëdha në botë, që do na thonë kush fiton. Do marrin vesh trendin që kanë shqiptarët, ku do shkojnë, çfarë do bëjnë. Megjithëse unë jam i sigurt nëse kanë telefonuar ndaj 1000 gota si Amina, ka thonë gjithë Sali Berisha. Edhe u mor vesh kjo punë, okay. Dijeni që do fitoj. Ja. Okay. Natën e mirë, përshëndetje, shihemi nesër mbrëmë. Natën e mirë, dashur miq. Jeni gati? 3D. Ju kam përgatitur. Okej. Flonca.